Politologu Altin Gjeta në bashkohet në studio për të sjellë një analistë të tij në këtë post 11 maj. Mirë se vjen, kënaqësi që je me ne. Më bë fillimisht një koment të parë mbi rezultatin e deri tanishëm, 83 mandate. Përtej rezultatit minimal të pritur nga vetë zoti Rama dhe socialistët, projeksionet e tij me sy drejt 88-s, por duket shumë e vështirë. Rritet Partia Socialiste 9 deputet më shumë deri në këto momente nga zgjedhjet e 2021. Çfarë ka ndodhur zoti Gjeta? Mendoj që kjo është një fitore e pa precedent, pa diskutim në historinë politike moderne të Shqipërisë, sepse një parti politike për herë të parë arrin të garantojë një fitore të 4 radhazi, dhe ajo që është interesante është fakti se Partia Socialiste paktën nga viti 2017 si forcë politike vetëm e ka shtuar numrin e votave. Po ka gjetur njerëzit e duhur për të drejtuar në qarqet e duhura ku ka dashur të bëjë histori? Mendoj që është një kombinim faktorësh, nuk ka një shpjegim të thjeshtë për këtë fenomen. Besoj që së pari Partia Socialiste ka arritur që të ndërtojë një databazë të mirë të votuesit të vet, dhe mandej mbi këtë ka punuar për të shtuar gjithnjëherë më shumë votues të tjerë potencial të Partisë Socialiste. Këtu hyn në lojë patronazhistët. Pa diskutim. Së dyti, është një forcë politike pa diskutim e madhe, me historik, edhe ka një pjesë të rëndësishme të votuesve të cilët ka një lidhje ideologjike edhe me Partinë e Punës, Partinë Komuniste, sepse Partia Socialiste është trashëgimtare e Partisë Komuniste, ose Partisë Punës Shqipërisë. Pra ka një shtrat historik aty, një votues besnik. Së treti, mendoj që qëndrimi kaq gjatë në pushtet i ka dhënë avantazhe të natyrshme, sigurisht jo legjitime, mendoj unë, siç është fakti që kontrollon burimet shtetërore, administratën publike dhe me thënë. Administratën publike, jo vetëm kaq, por sigurisht kontrakton punë publike, shpërndan favore, shpërndan ndere, dhe kjo bën që të arrit të akumuloj vota gjithnjëherë më shumë, sepse në një vend si Shqipëria, një vend i vogël me demokraci të brisht, ku pas 3 dekadash, mendoj që nuk e kemi kaluar akoma testin e demokracisë elektorale, ku bëhen zgjedhje të lira, të ndershme, të pakontestueshme, ka një proces. Jemi shumë larg dhe kjo është një fatkeqësi, do thoya unë, sepse do duhej që Shqipëria të paktën të ndiqte standardeve të rajonit, të Kosovës, i cili është një shtet shumë i ri, është i pakonsoliduar në arenën ndërkombëtare, të Malit të Zi, nuk po them tani të fillojmë flasim për modelin kroat, një model jashtëzakonisht i suksesshëm, edhe këto janë të gjithë vendet të cilët kanë dalë nga konfliktet armatosura në vitet 90 dhe kanë arritur që të avancojnë jashtëzakonisht shumë në standarde demokratike, por një pjesë e tyre bën edhe pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërsa Shqipëria ka ngecur në një lloj interregnum, thot Gramsci, një filozof dhe autor italian, ka ngecur në një tranzicion të zgjatur, sepse nuk ka arritur që të krijojë pjekurinë e duhur politike për të bërë procese të ndershme, zgjedhore, por edhe brenda partive politike, sepse janë partitë politike ata që janë barqet kryesorë të pushtetit. E kuptoj. Dhe mendoj që këto lidhen me njëra tjetrën. Nga ana tjetër, unë mendoj që fitore e Partisë Socialiste reflekton dobësitë e jashtëzakonshme strukturore të opozitës. Të leadershipit të opozitës. Të leadershipit të opozitës. Të leadershipit të opozitës, sepse ne kemi një parti demokratike e cila humb zgjedhjet e përgjithshme për herë të 4 radhazi dhe provon të fitojë ato me të njëjtën njerëz, me të njëjtën strategji. Po kush do të mbajë përgjegjësi? Ka kaluar disa kriza të brendshme në vitet e shkuara. Ka ardhur e përqarë në këto zgjedhje, e pa reformuar, e pa rifreskuar, me ide përgjithsisht të vjetra ose shablon të kopjuara të marrë nga zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që mendoj që ishte një gabim strategjik, sepse realitetet janë krejt të ndryshme dhe ne dim që nuk mund të funksionojnë. Pra, populli thot shumë thjesht që festja vendoset sipas kokës, edhe në rastin shqiptar mendoj që fushata elektorale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, slogani në Shtetet Bashkuara të Amerikës, çështjet dhe problemet që ndajnë qytetarët amerikanë nuk janë të njëjta me sfidat dhe çështjet me të cilat përballen qytetarët shqiptar. Prandaj gjykoj që është ky konglomerat faktorësh pra që kanë bënë me strukturën e Partisë Socialiste,
me abuzime me pushtetin, me përdorimin e burimeve shtetërore, me shtrirjen kapilare në gjithë vendin dhe me gabimet strategjike të njëpasnjëshme të opozitës që kanë prodhuar këtë rezultat sot. Po, por kush do ta mbaj përgjegjësinë pas 11 majit? Zoti Gjetase, të gjitha pikpyetjet tani janë edhe një ditë më parë pasi votoi, zoti Berisha e pyetën gazetarët. Do ta pranosh rezultatin, cili do qoftë ai? Dhe nuk pati një përgjigje. Me thënë do t'i kthehemi po të njëjtës, nuk do thoja ashtu si shumë gazetar, analist apo edhe socialistë quajnë jo alibi, po të njëjtës këngë të vjetër që nuk i humbon zgjedhjet na i vodhën, se ky ka qenë justifikimi i zotit Basha pas rezultatit të 2021-shit, kur ishte shumë i ngushtë me Partinë Socialiste, të paktën në numër votash, se pastaj mandatet ishin qartazi që Partia Socialiste siguronte shumicën. Këtë herë që rezultati është kaq i thellë, me ngjarje që kanë tronditur jo pak Partinë Socialiste vit pas viti dhe më i fundit Erion Veliaj. Përsëri Partia Socialiste rritet dhe Partia Demokratike bie. Ju fajini avut edhe leadershipit pak më herët apo të njëjtave personazhet vjetër që ende vazhdojnë të mbizotrojnë Partinë Demokratike. Ne e pam edhe një ditë më parë çfarë ndodhi me zotin Noka, më pas të gjithë debatin për votën e diasporës. Kush do të mbajë përgjegjësi pas 11 majit? Prisni ju që Sali Berisha të largohet nga drejtimi i partisë apo duke mos njohur rezultatin e zgjedhjeve automatikisht thotë nuk kam pse largohem sepse zgjedhjet nuk i kam humbur? Shiko, unë mendoj që pa diskutim në rast fitore të zgjedhjeve lideri është ai që merr kreditet. Po. Në çdo vend demokratik dhe normal të botës, por në rast humbjesh të zgjedhjeve, mendoj që përsëri lideri ai që duhet marrë përgjegjësinë. Berisha e dha shembullin në 2013. Po mendoj që problemi i Partisë Demokratike nuk është kaq i thjeshtë. Vetëm tek një emër. Nuk është problemi vetëm tek zoti Berisha. Unë mendoj që Partia Demokratike nga pikpamja strukturore tashmë është një parti e cila e ka të vështirë të konkurojë dhe të fitojë zgjedhjet e qeverisë së Shqipërisë, sepse për shumë vitesh aty janë ngërthyer interesa të ngushta të aktorëve, të njëjtëve aktorë të cilët e kanë drejtuar partinë prej më shumë se një dekade dhe nuk kanë lënë hapësirë që partia të prodhojë figura të reja politike, të ndërtojë një strategji tjetër elektorale, të komunikojë ndryshe me publikun shqiptar, sepse viti 2025 është një periudhë krejt e re, krejt tjetër, me gjenerata të cilat në vitet 90, në vitet 2000 kanë qenë fëmijë apo nuk ishin lindur akoma, ku zoti Berisha ishte në politikë dhe një pjesë e rëndësishme e udhëheqjes së Partisë Demokratike ishte në politikë. Pra mendoj që pa diskutim problemi është sigurisht tek zoti Berisha, është tek struktura që e drejton Partinë Demokratike, por në rrafshin personal ne mund ta lexojmë edhe kështu këtë rezultat. Një fitore të zotit Berisha, sepse ai arriti të rikthehet në Partinë Demokratike pas një krize të rënd, pas dizenimit non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pas një pezullimi të tij nga Lulzim Basha, nga grupi parlamentar, dhe pas një izolimi ndërkombëtar të jashtëzakonshëm që ju bë atij. Dhe